takimi me ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe popullatën në vetëmbrojtje. Are we going to go? Are we going to walk? Ambasadorit edhe pse u bë një lloj përparësie dhe I thanë se mund të hyjë I mbatë, ai ju përshtat rregullave dhe I zgjati këpucët, duke hyrë në odë si musafir I lartë e I nderuar. I'm alone with our host. And then you all can come back, so we can start by having a private talk. Give us a few minutes alone, okay? Come back. We'll come back and let you talk to us. Në fshat, derisa bisedoi brenda në odë, kamermani ynë takoi disa nga luftarët. Atë ditë kemi dalë kush me shka ka pas armë vogla me shka kemi pas me ato, me mbrojt fshatin. Ne u kanë ra disa njerëz, shumë të ra leq, plaka, shka s'kanë mujt me ik, ata I kanë ra policia. Mas asaj dite jemi detyrue për me dalë me mbrojt fshatin. Edhe sot jemi një numër I madh I njerëzve të cilë me vendos shmeri, kemi vendos me mbrojt fshatin me këto armë cilat I kem. Njërë po, Juniku ka dikun 10.000 banorë, tash për tash ka diku afër 2.000 njerëz që të me vendos me mbrojt. Po pytet shumë për ka armatimi shumë ta ka ardhur edhe prej pare kem të mjaftueshme, prej malit zi kemi marrë, veti gati kemi marrë prej dezerterëve të luftës të armatës jugoslave të cilë ka nik prej armatës e këtë detyrum për një par roba, një par tesha, edhe I ka dhonë armë, cilat I ka pas personalin në armatën jugoslave. Jemi të vendos që gjithë, ndoshta do të mbesim këtu edhe nuk do të lamë me një armatën edhe policinë jugoslave. Me këto porta të cilat I kem, na e di vëllëhetësia janë është për dialog, jemi edhe na për dialog, mirë po, si kur t'i lejojmë, ta të hynë brenda në qatë, do të masakrojnë fëmijë, gra, flet, gjithë. Për ata jemi vendos tu. Kem mundësi, se jemi numër I madh, edhe t'i sulmojmë dhe t'i të bojmë për këtu, t'i largojmë, mirë po, njërë për I herë këqyrim, për ka ona politike nëse mund t'ja dalim, se për ndryshe nuk do t'i lamë, do t'i ndjenë. Unë quhem Qemal Shala nga fshat Junik, pjesëtari U QK-s. Pas një kohë, u paraqit zoti Holbrooke, para gazetarëve dhe me një shpjegim për gjithë këtë punë, deklaroi. Ne ndëm këtu pasi e takuam zotin Milošević Bram, që ta kemi impresionin e dorës së parë për situatën. Jemi vetëm 3 milje nga kufiri I Shqipërisë në një region I cili plotësisht është I rrethuar nga forcat policore serbe dhe I lanë mbrapa shumë detaje sigurie që të arrijnë deri këtu. We left their own Serb security detail behind to get in here. This village was Ky fshat është atakuar pamshirshëm në 29 maj dhe këtu ka pasur diku rreth 20.000 banore, sot janë vetëm 2.000. Shumë prej tyre janë refugjat dhe nuk po ju arrin ndihmët në ushqime.
janë të armatosur, prandaj është e qartë se kemi një situatë potencialisht eksplozive. Duke qenë këtu, kjo më kujton Bosnjën e para 6 viteve në agim të një lufte të përgjithshme dhe gjithë kjo ilustron sa s'bën më mirë përse gjithë kjo përpjekje diplomatike, ambasadorit Hill, ambasadorit Miles, Gelbart dhe Inja dhe gjithë të tjerëve që të gjejmë në zgjidhje. Unë thash se të dy palët janë të gatshme për luftë, ndaj si alternativa vetëm mbetet negociatat paçësore, të cilat ndalojnë veprimet e forcave të sigurisë dhe sulmet nga të dy palët dhe bëjnë të mundur që të tërhiqen të gjitha ato post-bloqe të padurueshme policore që ne i pamë dhe që na mbikëqyrnin gjatë gjithë rrugës. Këto nuk janë takime oficiale mes palës amerikane dhe antarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo që një përpjekje ne efektues se ç'po ndodh brenda. Unë takova njerëz edhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe antarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ata ndoshta më së miri do të flasin për veten. Por duhet cekur se ne u gjetëm këtu në një mision mbledhjesh të fakteve që të jemi mirë të informuar para bisedave që do t'i kemi nesër. Unë jam i shoqëruar edhe me 3 antarë të grupit negociator të Zotit Rugova, të cilin do të takoj nesër po ashtu. Stop. We'll see Dr. Rugova again tomorrow also. Good. So you're supporting the party? No, I'm gonna. No photos. No, I'm not going to get photographed. Rruga e kthimit sërish kalonte në përdeçan duke zbuluar përmasat e shkatrimeve, unë do të thosha edhe të një urrejtjeje patologjike sërve. Mbeti një gjë nga kjo urdhë. Vërej se para misionarëve të lartë amerikan, sërbët ishin të detyruar me gënjye e me u arsyetuar për prezencën e tyre në Kosovë. Ndërkaq shqiptarët këtë nevojë nuk e kishin.